Fëmijët të cilët nuk munden me u shpreh me fjalë, se ende nuk e kanë mësuar do thot fjalët, ose që kanë edhe probleme në të folurit. Edhe po mundohen na bashkarisht do thot me e kthy edhe me e largu nga ajo ndjenjë ku po kalon në gjendje emocionale shumë të vrasht. Fëmijët të cilët nuk munden me u shpreh me fjalë, se ende nuk e kanë mësuar do thot fjalët, ose që kanë edhe probleme në të folurit. Edhe pa tjetër që munden me u shpreh përmes lapsit, të ngjyrës ose formave tjera të cilat i aplikojnë në art terapi. Pastaj është mosha tjetër e adoleshencës, e sidomos është pjesa e pubertetit, ku fëmijët janë atë moshën që nuk dinë çka dojnë. Dhe pa tjetër që ka metoda të tjera të cilat mundesh me u shpreh edhe me e gjetë vetën, me e kthy do thot vetvlerësimin tënd, vetbesimin tënd. Tash kohën e fundit na po përballemi edhe me bullizmin, sidomos në moshat të pubertetit. Dhe kjo është pikërisht ajo art terapia ku të liron nga komplekset. Për të gjithë ata që praktikojnë këtë terapi, Vesa sugjeron edhe pjesëmarrjen e një psikologu. Në një fazë i ndihmon shumë, po patjetër që duhet, unë jam duke e përmendur që duhet me u bashkangjit edhe pjesën tjetër psikologu. Art terapia është bashkërisht me psikologun. Rastet në të cilat ky art ka ndihmuar janë të shumta. Po, e kam rasten, do thot që jam duke në hapat fillestare, do thot, është në hapat fillestare, edhe po mundohen na bashkarisht, do thot, me e kthy edhe me e largu nga ajo ndjenjë ku po kalon në gjendje emocionale shumë të vrasht, shumë të ashpërt, normal që mandena po kalon edhe në agresivitet. Edhe po mundohemi gradualisht, do thot, bashkarisht me prindin, se në këtë rast, do thot, duhet me qenë në raport me prindin. Kur bashkëpunon prindi me terapistin, në këtë rast art terapistin ose edhe me psikologun ose me çfarëdo forme tjetër që e din që i ndihmon fëmijët, atëherë patjetër që ka me pas edhe sukses edhe te fëmijë. Do thotë jam në fazat fillestare ku gradualisht jemi duke punuar në atë drejtim që të lirohet edhe të largohet nga ai kompleks ku na duhet me e pranu veten ashtu siç jemi. Po mirë po në atë moshë pakës kemi pak ndikime edhe nga shoqëria. Edhe kjo lloj terapie është e parapartë të realizohet përmes seancave. Deri në 6 muaj apo deri në 1 vjet ka lloje të seancave të cilën ti e sheh të arsyeshme. Te fëmijët e shohim gradualisht, ndërsa i rrituri fillon pak më ngadale. Do thotë më ngadale për arsye që ne vetëm jemi në gjendje madhore dhe e dim për veten tonë derisa mundemi me e vazhdu atë pjesë, edhe derisa e shohim që është e mjaftueshme. Tash, me pyet mua si artiste, unë këtë profesion e kam afër 20 vite. Do thotë për mua asnjëherë nuk është e mjaftueshme, do thotë ende vazhdoj dhe do të vazhdoj më tutje. Kështu që edhe për çfarëdo personi tjetër që dëshiron, do thot, me e bo seanca ose me e vazhdu, do thot asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Mirë po, në raste të tilla, në raste të ankthit, të stresit, e shohim veten përafërsisht. Po për dëshmërinë, dinamika që i kemi të jetës, do thot të shpejta, atëherë është përgjithmonë, përgjithmonë është art terapi. Art terapia nuk është thjesht një formë shprehjeje, por një udhëtim i thellë drejt vetes. Përmes tij, secili ka mundësinë të shohë më qartë emocionet, të kuptojë veten më mirë dhe të gjejë qetësinë që ndoshta mungon në përditshmëri.